Këshilli i Konkurrencës në Rumani ka vendosur një nga sanksionet më të mëdha në historinë e sistemit bankar të vendit, duke gjobitur 10 banka tregtare me një total për 710 milion eurosh për manipulim të dyshuar të normave të interesit që kanë ndikuar drejt për drejt kredite e qytetarëve. Sipas hetimit, bankat nuk kanë vepruar në mënyrë të pavarur kur përcaktoi norma referencë, e cila përdoret për kredit me interes të ndryshueshëm në monedhë vendase. Në vend të konkurrencës të ndershme, ata kanë shkëmbyer informacione mes tyre, përfshirë çmimet dhe kuotimet të interesit. Kjo sjellje ka bërë që norma e interesit të formohej në mënyrë të ndikuar duke rritur kostot e kredive për qytetarët që kishin marrë kredi para maj 2019. Hetimi ka nisur në tetor 2022 pas dyshimeve për rritje të pazakontë të normave të interesit në tregun bankar. Në listën e bankave të ndëshkuara përfshihen edhe institucione që operojnë në Shqipëri. Raiffeisen Bank u gjobit me 85 milion euro, ndërsa OTP Bank dhe Intesa Sanpaolo u penalizuar respektivisht me 16.2 milion dhe 5.4 milion euro. Autoriteti i konkurrencës u ka lënë bankave një afat për 60 ditësh për të ndërbërë praktikat e konsideruara të palishme. Sipas legjislacionit rumun, gjobat janë të ekzekutueshme dhe të ardhurat e mbledhura kalojnë në buxhetin e shtetit. Megjithatë, bankat e përfshira kanë kundërshtuar vendimin dhe kanë paralajmëruar betejë ligjore në gjykatën e apelit. Çështja tashmë pritet të kalojë në gjykatë, ku bankat do të kërkojnë rrëzimin e vendimit të autoritetit rumun të konkurrencës.